U zhvillua këtë të njëjtë provimi i dytë i programit kombëtar të arsimit bazë në lëndën e matematikës për nxënësit e klasave të nënta në territorin që mbulon zyra arsimore Vlorë-Himar. Procesi i testimit u zhvillua pas planit të përcaktuar nga institucionet arsimore në një organizim që përfshiu një numër të konsiderueshëm nxënësish, si dhe stafi administrativ, në të gjitha qendrat e provimit. Në këtë provim morën pjesë gjithsej 1056 nxënës, të cilët vinë nga 49 shkolla publike dhe jo publike të zonës Vlorë-Himar. Nxënësit u shpërndan në 15 qendra provimi, të cilat u përcaktuan paraprakisht për të garantuar zhvillimin normal të procesit, si dhe për të shmangur mbi ngarkesën në njësi të veçanta shkollore. Administrimi i provimit u realizua nga një strukturë e dedikuar, e përbërë nga 15 përgjegjës administrimi, si dhe 96 administrator provimi. Këta të fundit kishin për detyrë mbikëqyrjen e procesit në klasa, si dhe garantimin e një procedure të rregullt dhe të pandikuar nga faktorë të jashtëm. Sipas organizimit të Ministrisë së Arsimit dhe strukturave vendore arsimore, provimi i matematikës është pjesë e vlerësimeve kombëtare për nxënësit e arsimit bazë, duke shërbyer si një tregues i rëndësishëm i nivelit të përgatitjes së tyre akademike. Ky test synon të masë jo vetëm njohuritë e fituara gjatë vitit shkollor, por edhe aftësinë e nxënësve për të aplikuar konceptet matematikore në situata praktike. Gjatë zhvillimit të provimit në të gjitha qendrat janë zbatuar procedura standarde të sigurisë dhe administrimit, përfshirë kontrollin e hyrjes së nxënësve, shpërndarjen e testit në mënyrë të njëtrajtshme, si dhe respektimin e kohës së përcaktuar për përfundimin e tij. Autoritetet arsimore kanë theksuar rëndësinë e ruajtjes së integritetit të procesit si një element kyç për vlerësimin real të arritjeve të nxënësve. Ky proces vlerësimi pritet të pasohet nga testet të tjera lëndore, të cilat do të përmbyllin ciklin e vlerësimit kombëtar për klasat e nënta. Rezultatet e këtyre provimeve do të shërbejnë si një bazë e rëndësishme për analizimin e performancës së sistemit arsimor në nivel vendor dhe kombëtar. Drejtuesit e arsimit në Vlorë theksojnë se organizimi i qetë dhe i rregullt i provimit të matematikës në Vlorë-Himar është një tregues i përmirësimit të administrimit të provimeve kombëtare dhe i bashkëpunimit mes shkollave, drejtorive arsimore dhe strukturave mbikëqyrëse.